Zoti Bedri Hamza. Mirë Roma Kaçanek. Jam sonte në Kaçanikun e Partisë Demokratike të Kosovës, në bastionin e pamposhtur të Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu ka qenë, kështu është dhe kështu do të vete. Ju jeni vetëm fitore. Në qytetin e traditës, mikpritjes dhe kulturës. I nderuari kryetar i komunës dhe tani edhe si kryeministër jashtëm i Republikës së Kosovës. Kosova ka më së shumti nevojë për zhvillim ekonomik. E kush më mirë e nje ekonominë se sa Bedri Hamza. Prandaj e kemi ballin hapur, e kemi derën qiell në çdo familje të shkojmë të kërkojmë votë, sepse është një person i dëshmuar në të gjitha funksionet. E kur të gjithë që është në celulat e para të ushtrisë qytetare të Kosovës, është djali i herojit të kombit Xhamil Ilazi, komandant Bardhi, dhe ka menaxhuar për 4 mandate radhazi komunën e Kaçanikut. Ka hy faqebardh, ka dal faqebardh dhe është model i transformimit të pushtetit në gjeneratat e reja. Krye me Bedri Hamzën për kryeministër. Kështu që edhe njëherë juftoj që të gjithve që të mobilizohi deri të dielën me 28 dhjetor të votojmë Partinë Demokratike të Kosovës me numër 130, të votojmë numrin 1 kandidatin për kryeministër Bedri Hamzën, të votojmë numrin 24 doktor, sepse qeverisë do t'i pri Zoti Bedri Hamza, dhe në prill do të bashkohen edhe liderët e luftës dhe të paqes, Zoti Hashim Thaçi, Kadri Mesteli, Maca Jakop, Recep Tayyip, gjithë të tjerë të Prandaj juftoj edhe njëherë që me 28 dhjetor në mënyrë festive, në mënyrë masive, daljen t'ja japim votën Partisë Demokratike të Kosovës, numrit 130, kandidatit për kryeministër dhe kandidatëve të Degës Kaçanikut dhe gjithë kandidatëve.